Unë mendoj që totalisht fitore e merituar dhe kjo është merit e çunave sepse kanë bërë një ndeshje jashtëzakonisht mirë. Nuk ishin të mira pjesa e parë e fillimi i ndeshjes, por që është normale në këto kushte që ne kemi luajtur sot, është jashtëzakonisht që të futesh në ritëm. Dhe duke pas parasysh që ne vishim nga një ndeshje e vështirë në Skoci, përveç pjesës së parë ose 20 minutëve të parë të ndeshjes, gjithçka unë mendoj që gjithçka foli për ne. Dhe kështu që merita patjetër që u takon djemve sepse kanë bërë një ndeshje jashtëzakonisht mirë. Me ty duket që skuadra kërkon të përmirësohet çdo ditë, ashtu të paktën e thua, në moment që ndoshta dikush do kishte eufori. A gjen pak kënaqësi tek rastet e shumta të humbura sepse realisht ky rezultat nuk është real dhe atë është pak për shkëndijën realisht. Unë nuk më thënë gjithmonë dhe po ja përsëris. Nuk ka asnjë farë lloj problemi që humbën rastet, sepse do vjen një ditë që nuk kanë ku shkojnë. Nuk futet ai rast që është i 100%, po futet një tjetër. Kështu që ajo pozitivja është që ne krijojmë. Edhe unë nuk do lëvizim për kësaj, sepse normalisht nëse ti krijon gjithë ato raste është me patjetër që të fitojsh. Tani diferenca e fitores mund të jetë edhe më e ulët ose ndonjëherë më e madhe, por unë jam jashtëzakonisht i kënaq, sepse në momentin që krijon raste, patjetër që një ditë do vijë finalizimi, duke u shtuar në ndeshjet, vjen ana psikologjike kthehet, edhe unë mendoj që nuk do ketë asnjë problemi. Unë jashtëzakonisht i kënaq për Nzengës, sepse ai ka kërkuar të thellësinë dhe ka dalë tek me portierin që është e shenjtë që ne e kërkojmë gjatë gjithë kohës. Më shumë edhe bëri një asist. Patjetër edhe asist, sepse nga ana psikologjike ai rritet edhe unë mendoj që do na duhet pastaj për vazhdimsinë. 2 ndeshje, 6 pikë, përfshirë një derbi, 5-0 gol diferenca, më bukur s'ka si të shkoj. Hajde tash del pak prej modestisë, i kënaqur shkurt për këtë. Nuk do jemi kënaq asnjëherë sepse unë mendoj që ky ekip ka jashtëzakonisht potencial të mirë. Tani ajo që unë nuk jam i kënaq është këto pauzat ose këto minutat që për shembull ne nuk jemi mirë, por që patjetër që ka edhe një arsye sepse normal ekipi është kthy të premten në mëngjes prej Skocie dhe mbase mund të jetë ajo arsyeja, por që këto pauzat që ne nuk jemi në element këto nuk i du. Praktikisht sepse nëse do ketë një kundërshtar pak më me cilësi mund të dënojë dhe pastaj bëhet e vështirë. Patjetër që pjesa e dytë ishte fantastike, ishte super ndeshje sepse jo, nuk bëj tilla krahasime. Unë mendoj që atë që ne nuk bëheshim pjesën e parë duke kërkuar thellësinë, por që normalisht edhe lojtarët nuk ishin të tillë që ne të kërkojmë thellësinë, ne e bëm pjesën e dytë dhe praktikisht aty ishte i gjithë Chelsea sepse kundërshtari nuk e duroi thellësinë. Edhe kjo u pa edhe ditën e sotme që 2 gola që numë dhe mund është edhe disa gola, por që patjetër që ishte derbi, patjetër që kishte ana psikologjike vështirësi, patjetër që lushim me një kundërshtar që ka qenë kampion vitin e kaluar, por unë mendoj që është merita plotësisht e çunave sepse i bën me përpikshmëri ose i zbatun me përpikshmëri ato detyrat që ne i dham para ndeshjes. Të njëjtën shkojmë all-in në mënyra më e bukur, një fitore 2-0 në derbi, do të thotë që në aspektin psiqik jemi shumë okay. Në aspektin psikologjik jemi okay. Duhet të rikuperojmë energji sepse është gati e pamundur që të bësh 2 ndeshje edhe unë nuk e kuptoj, domethënë arsyen pse kjo ndeshje u bën në orën 5, duke pas një plan të tillë, nuk e mora vesh me thonë drejtën. Pse u bën atë orar, patjetër që do tentojmë që të kalojmë grupin, por që niveli i kupave të Evropës nuk është i njëjtë me kampionatin. Kështu që na duhet një gol për të barazuar fillimisht, pastaj për të tentuar që edhe ta kalojmë grupin patjetër, ta kalojmë raundin tjetër. Por që duhet kemi kujdes sepse kemi disa lojtarë që kanë shqetësime, disa prej atyre sot u mundum që ti mos japim të kursejmë energjitë e tyre, por që kjo është me patjetër sepse nuk le kompeticionet evropiane nuk lën për të relaksuar.